Zbulohet receta e vjetër gjermane që ul tensionin e lartë. Ja si ta përgatisni. Me këtë recetë të vjetër gjermane ju do të arrini të luftoni presionin e lartë të gjakut, t'i thoni lam të mirë arterjeve të bllokuara dhe shumë më tepër. Ne do ju tregojmë arsyet kryesore pse duhet ta përdorni. Për këtë do ju duhet xhenxhefil, hudhër, limon dhe ujë. Kur bëhen bashkë këto përbërës, veprimi i tyre është i shumëfishtë. Përbërësit që u duhen janë 4 thelpi hudhër, pak xhenxhefil, 4 limona bashkë me lëkurë dhe 1 litër ujë. Së pari, i lani mirë limonët dhe i prisni ato në copa të vogla. Pas kësaj i shtoni në blender bashkë me hudhrën, xhenxhefilin dhe limonin. Masën e krijuar e hidhni në një tenxhere me ujë të vluar. Para se të marrë val, hiqeni nga zjarri dhe lini të qetësohet. E mbani në shishe qelçi. Prania e limonit në këtë recetë do të neutralizojë erën e pakëndshme të hudhrave, prandaj mos u shqetësoni për këtë. Konsumojeni këtë pije çdo ditë të paktën 2 orë përpara çdo vakti.